Ministria e Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut ka njoftuar se paga minimale do të shënojë rritje rreth 2000 denar ose 32.5 euro në muajin mars të vitit 2026. Sipas burimeve zyrtare, ky hap është pjesë e planit të qeverisë për përmirësimin e standardit të jetesës dhe për krajin e punëtorëve me të ardhura më të ulta. Aktualisht paga minimale në vend është rreth 395 euro. Ministria theksoi se po punon në harmonizimin e të ardhurave minimale me rritjen e inflacionit dhe kostot e jetesës, me qëllim që punonjësit të ndjejnë realisht përmirësim në buxhetet familjare. Ndërkohë lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut mbetet e palëkundur në kërkesën që paga minimale të arrijë në 500 euro. Sipas sindikatave, me rritjen aktuale, rroga ende mbetet e pamjaftueshme për të përballuar shpenzimet bazë mujore. Ministria e Ekonomisë po ashtu paralajmëroi se janë bërë ndryshime në ligjin për mbështetje financiare të investimeve. Me ndryshimet në ligj për mbështetje financiare të investimeve, po ndërtojmë një kornizë të qartë dhe transparente që nxit zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës dhe rritjen e pagave. Qëllimi ynë është të tërheqim investime me vlerë të shtuar që sjellin teknologji, inovacione dhe produktivitet më të lartë. Mbështetja do t'u jepet kompanive që investojnë në industrinë përpunuese, thuhet në deklaratën e ministrisë.